Gomari ishte aty edhe para se të hapej dritarja. Çdo mëngjes ishte kështu. Dielli mezi kishte prekur tokën e oborrit dhe ai tashmë qëndronte i palvishëm, i heshtur, thjesht duke pritur. Plaka, e mbështjell me një batanie të vjetër, e shikoi përmes çarjes së perdes. Nuk kisha më forcë të telefonoja, por sytë e mi thoshin gjithçka. Ishte një gomar i vogël, disi ndyr, me lesh gri të qelët dhe një pamje që kuptonte më shumë se shumica e njerëzve. Ai vinte çdo ditë. Ai qëndroi aty, sikur e dinte që koha po mbaronte. Ajo, me duar të holla e të dridhura, u përpoq të buzëqeshte. Por buzëqeshja nuk zgjati shumë. Shpejt u shndërrua në lodh. Dona Liri kishte jetuar vetëm që kur burri i saj u varros 10 dimra më parë. Shtëpia ishte ndërtuar prej guri, me një çati të shtrembër dhe me erën e drurit të lagur. Fqinjet kaluan, tundën kokën, por pothuajse askush nuk hyri brenda. Vetëm gomari i vogël. Filloi të shfaqej pasi ajo ra dhe lëndoi këmbën. Në fillim, ai qëndroi te porta. Pastaj ju afrua dritares. Derisa një ditë, ajo hapi derën. Dhe ai hyri brenda. Nuk kishte nevojë për fjalë. Ajo vetëm i zgjati dorën e saj të rrudhur. Ai e përkëdheli. Dhe aty lindi diçka që askush nuk e kupton. Vetëm ata që kanë pasur një dashuri kafshë njeri. Që atëherë njëri kujdesej për tjetrin. Ajo i dha disa copa buke të thatë dhe e përkëdheli ngadalë me dorë. Ai shtrihej mbi qilimin e dhomës së ndenjes dhe flinte atje, me veshët nga dera, duke dëgjuar çdo tingull. Kur ajo kollitej, ai hingëlliste lehtë, sikur të pyeste, a është gjithçka në rregull? Kur ajo qante, ai e vinte hundën pas këmbës së saj dhe qëndronte aty. Unë thjesht qëndrova. Por tani, duart e saj po dridheshin më shumë. Hapat po dështonin. Fytyra do të mbetej e zbetë për orë të tëra. Dhe gomari i vogël, në heshtje, shikoi. Jo me frikë, por me atë pamje të trishtuar të dikujt që tashmë e kupton se çfarë e pret. Ai e dinte. Edhe para saj, madje. Atë mëngjes, kur ajo u përpoq të ngrihej dhe ra në dyshemen e ftohtë të kuzhinës, ishte hingëllima e tij që thirri fqinjët. Ai vrapoi, përplasi thundrat në portën prej druri, bërtiti. Dhe nuk ndaloi derisa erdhi dikush. E vunë në shtrat. Ata dhan ujë me lugë. Ata thirrën mjekun e qytetit. Por ajo nuk tha asgjë. Ai vetëm kaloi dorën mbi kokën e gomarit, sikur të përpiqej t'i ruante aromën. Hunda e tij po i prekte gjoksin. Të dy dukeshin pjesë e së njëjtës gjë. Një gjë e bërë nga heshtja dhe lamtumira. Dhe ishte në atë prekje, në atë shkëmbim frymëmarrjeje dhe nxehtësie, që koha ndaloi pak. Era jashtë ndaloi. Gjethja nuk ra. Gjeli nuk këndoi. Vetëm ata të dy. Plaka dhe gomari. Dhe bota tashmë kishte filluar të përgatitej, edhe nëse askush nuk thoshte asgjë. Koha atje ecte ngadalë. Duket sikur çdo minutë ai zvarritej, njësoj siç bënte zënia. Liri me të sajat. Gjithçka ishte e heshtur. Por nuk ishte një heshtje boshe. Ishte plot me gjëra. Plot dashuri, kujtime, mall që e dija tashmë se do të vinte. Gomari vazhdonte të vinte herët, para se të lindte dielli. Ndonjëherë ai as nuk hante, thjesht shtrihej pranë shtratit të saj, sikur toka e fortë të ishte më e mirë se çdo kulloll. Ajo, e shtrirë me kokën mbi një jastëk të vjetër, i kaloi ngadalë gishtat mbi veshët. Kjo ishte e gjitha. Një gjest i vogël. Por brenda atij gjesti jetonte e gjithë bota. Kishte ditë kur ajo as nuk fliste. Sapo shikova. Edhe gomari. Ata qëndruan aty duke shkëmbyer heshtje, si dy njerëz që i kishin thënë tashmë gjithçka njëri tjetrit pa pasur nevojë të thoshin asnjë fjalë. Shtëpia mbante erë çaji me gjethe të thata dhe balsami kundër dhimbjeve. Muri kishte shenja shiu. Dritarja mezi u hap. Por kur hyri brenda, ndjeu sikur shtëpia po merrte frym. Dona Liri u përpoq të mbante një lloj rutine. Ajo u zvarrit deri te lavamani, e lau fytyrën ngadalë dhe e vuri shallin në kokë. Ndonjëherë përgatisja bukë të brumosur dhe e ndaja me të. Gomari priste i ulur, sikur ta dinte që kjo ishte pjesë e ritualit. Dhe pastaj ai do ta mbështeste trupin e tij në kornizën e derës, duke e shikuar derisa ajo të mbaronte së ngrëni. Gomari nuk foli, sigurisht.
por ajo tha se i kuptonte të gjitha gjërat që ai po mendonte. E di, ai ndjen sikur po i ki, përshpërita butësisht nga frika se mos e dëgjonte. Dhe ishte e vërtetë. Sepse shikimi i tij, gjithnjë e më i qetë, gjithnjë e më i ndalur, ishte ai i dikujt që e njihte. Ajo i foli sikur të ishte një person. A të kujtohet kur erdhe këtu për herë të parë, pyeti ai. Ai pshertiu butësisht. Duket se po përgjigjej. As i mbir nuk erdhi këtu. Por ti erdhe. Dhe qëndrove. Gomari lëvizi veshët dhe u afrua. Ai e vendosi hundën mbi barkun e saj, sikur ta përqafonte pa krah. Fqinjet e vunë re. Ata ecën ngadalë pranë shtëpisë dhe përshpëritën. Gruaja e moshuar është e dobët. Gomari duket se ndjen. Por askush nuk u përfshi. Ata e dinin se lidhja ishte vetëm për ata të dy. Një ditë, rashi i lehtë. Pllaka pikoi në legen. Rrobat e saj nuk u thanë. E megjithatë, gomari i vogël hyri brenda, i lagur dhe u shtri pranë shtratit. Ajo kolli dhe ai e shtriu kokën mbi çarçaf, vetëm për ta nuhatur. Ajo qëndroi aty në heshtje, sikur po mbante fort grimcën e fundit të ngrohtësisë që i kishte mbetur. Dhe kështu kaluan ditët. Njëri e shtyn tjetrin të vazhdoi. Asnjë festë, asnjë vizitë. Vetëm ata të dy. Ajo dhe gomari. Duke ndarë kohë, heshtje dhe një lamtumir që askush nuk pati guximin ta thoshte me zë të lartë. Thellë, të dy e dinin. Por ata bën sikur nuk e dinin. Sepse nëse do ta thoja, do të bëhej e vërtetë. Forca u zhduk ngadalë, sikur po largohej në heshtje për të mos trembur askën. Dona Liri nuk mund të qëndronte më në këmbë vetëm. Krahët dukeshin si pëlhur, këmbët si dy shkopinj që lëkundeshin. Edhe për të pirë çaj, kisha nevojë për ndihmë. Por nuk kishte askush. Vetëm ai. Vetëm gomari i vogël. Dhe gomari nuk e lëshonte. Ai u bë më i acaruar. Ai ecte përreth shtëpisë pa u ndalur, duke hingëlluar lehtë dhe duke trokitur tokën me thundër, sikur të thërriste dig. Por askush nuk erdhi. Pastaj ai do të kthehej, do të shtrihej mbi kornizën e derës dhe thjesht do të qëndronte aty, duke e shikuar. Atë mëngjes, qielli ishte i rëndë. Rehet dukeshin gjithashtu të trishtuara. Dona Liri u përpoq të fliste, por zëri i saj doli i dobët, pothuajse një përshpëritje. Sot është më e vështirë, miku im. Gomari ju afrua dhe ja vuri hundën në dorë. Ajo i mbylli sytë. Ata qëndruan ashtu, së bashku, duke marrë frymë me të njëjtin ritëm. Ai e dinte. Edhe pa kuptuar asnjë fjalë, ai e dinte që kishte mbaruar. Gomari filloi të refuzonte të dilte nga dhoma. Ata u përpoqën ta tërhiqnin, por këmbët e tij ishin të bllokuara. Doja vetëm të qëndroja aty, e shtrirë në cep të shtratit, me sytë e ngulur te plaka. Ndonjëherë ai ngrihej papritur, shkonte në kuzhinë, shikonte përreth dhe vraponte përsëri në dhomën e tij, sikur të kishte frikë se mos i kishte shpëtuar diçka. Sikur koha do të ikte me vrap edhe prej tij. Ajo nuk po hante më siç duhet. Buka do të bëhej bajate dhe e fortë. Çaji po ftohej në filxhan. Por ajo i kërkoi atyre të largoheshin. Ai tha se ishte që ajo të mund të ulej pak. Por nuk munda. Vetëm krahu lëvizte ngadalë për të arritur te hunda e tij. Dhe gomari e pranoi atë prekje sikur të ishte një dhuratë. Fqinjet filluan ta vinin re. Njëri prej tyre, një më i vjetër, ju afrua gardit dhe e thiri gomarin. Eja këtu, kafsh e vogël. Eja dhe kullot. Por ai as nuk shikoi. Ai qëndroi aty, duke shikuar nga dritarja e dhomës së gjumit. Sikur të thoshte, nuk mund të iki tani. Kishte një natë kur ajo merrte frymë ndryshe. Më thellë, më ngadalë, më rëndë. Gomari nuk fjeti. Ai qëndroi pranë shtratit gjithë natën. Ai lëvizi veshët, rënkoi lehtë dhe shtypi hundën pas jastëkut, sikur donte të sigurohej që ajo ishte ende aty. Ende gjallë. Të nesërmen në mëngjes, ajo hapi sytë ngadalë. Unë nuk thash asgjë. Vetëm e shikoj. Dhe ai, duke qëndruar në vend, nuk i puliti sytë. Ishte një vështrim i gjatë dhe i plotë. Diçka që vetëm ata të dy e kuptonin. Bota jashtë e ndoqi. Era kaloi, gjelat kënduan.
por brenda ishin vetëm ata të dy. Dhe ishte sikur gomari po i thoshte, jam këtu. Qëndro edhe pak. Por trupi i saj nuk reagoi më. Dhe ai e ndjeu atë. Përpara se dikush të thoshte diçka ai e dinte tashmë. Dita filloi më e ftohtë. Nuk ishte vetëm moti. Ishte ajri. Ishte mënyra se si merrte frymë shtëpia. Mënyra se si era kalonte nëpër dritare pa bërë shurm. Gjithçka brenda po thoshte lamtu mirë. Pa thënë. Vetëm duke ndjerë. Dona Liri ishte e zbedh. Sytë mezi u hapën. Goj e thatë. Shamia në kokë i dukej më e lirshme, sikur nuk kishte më forcë as ta lidhte. Batania ngrihej dhe binte ngadalë. Shumë ngadalë. Gjoksi i saj është tashmë i lodhur. Dhe gomari i vogël nuk u largua nga ana e saj as për një sekondë. Ai qëndroi aty i palvizshëm duke parë. Pastaj do të shtriesha. Pastaj ai do të ngrihej përsëri. Ai mbështeti hundën në shtrat, pastaj në gjoksin e saj. Prisja një gjestë. Një tingull. Një shenjë. Çdo gjë. Por ai nuk erdhi më. Ajo i hapi sytë, shumë ngadalë, dhe e pa atë atje. Doli një pëshertim e dobët. Sikur të thoshte, vërtet qëndrove deri në fund. Ishte sikur koha kishte ndaluar brenda asaj dhome. Jashtë, jeta vazhdonte. Pulat po çukitnin. Druri kërciste në sobë. Një fqin kaloi aty pranë me të birin. Por brenda. Gjithçka ishte tashmë një lamtumir. Vajza e Dona Lirit mbërriti pas dite. Erdhi nga qyteti. Ai nuk ishte parë për javë të tëra. Kur ajo hyri, gomari e shikoi. Por nuk doli. Mbeti e fortë. Sikur do të thoshte, tani do të iki vetëm kur të largohet edhe ajo. Vajza qau kur e pa nënën e saj në atë gjendje. Ai u gjunjëzua pranë shtratit dhe thiri butësisht, mami. Por plaka nuk kishte më forcë të përgjigjej. Ai vetëm lëvizi sytë. Pastaj gishtat. Dhe pikërisht mbi ta gomari shtypi hundën e tij. Përsëri. Nuk ka nevojë të flasësh. Ajo që ekzistonte atje nuk kishte pse të shpjegohej. Ishte thjesht çështje ndjenje. Atë natë qielli ishte i kthjellët. U shfaqën shumë yje, sikur qielli të ishte më afër. Drita e qirinjve vezullonte mbi komodin. Aroma e luleve të thata dhe e tokës së lagësht mbushte ajrin. Gomari e mbështeti trupin e tij në shtrat. Qëndroi aty, ngrohtë. Sikur donte ta mbante në krah në botë vetëm edhe një natë. Ajo, pothuajse pa i hapur sytë, e kaloi dorën përsëri mbi të. Ishte i ngadalë. Shumë ngadalë. Dhe kështu ishte. Dora mbi të, hunda mbi të. Zemra afër. Dhe koha ndaloi. Tingulli. Po shuhet. Drita. Po perëndon. Fjalët. Duke u shndërruar në heshtje. Kur qiriu u shua vetvetiu, askush nuk lëvizi. As nuk ishte e nevojshme. Ajo që duhej thënë. Është thënë tashmë. Mëngjesi mbërriti pa ngjyrë. Dielli nuk doli siç duhet. Vetëm një dritë e bardhë e dobët që hynte në përçarjen e dritares sikur të kërkonte leje. Brenda dhomës gjithçka u ndal. As era nuk guxoi ta lëvizte perden. Dona Liri nuk lëvizi më. Vajza e saj, me sytë e fryrë, ishte ulur pranë shtratit, duke mbajtur dorën e ftohtë të nënës së saj. Ai qau but, duke u përpjekur ta fshite zhurmën, sikur donte ta linte nënën e tij të prehej në paqe. Por gomari i vogël e dinte para kujto tjetër. Ai qëndroi për orë të tëra. Duke e parë atë. Duke pritur që gjoksi të ngrihet. Por ai nuk u ngrit më. Ishte afër. Ai e vendosi hundën në fytyrën e saj. Kishte erë. Pastaj e shikoi vajzën e tij. Pastaj ktheu tek ajo. Nuk kishte më. Trupi i saj ishte aty. Por ajo ishte zhdukur tashmë. Pastaj gomari bëri një tingull tjetër. Nuk ishte thjesht një hingëllim fqinje. Ishte më e hollë, më e trishtueshme. Si një vajtim. Një britm nga dikush që nuk di si të mbaj fort atë që i shpëton. Vajza u ngrit dhe shkoi të thërriste fqinjet. Erdhi prifti i fshatit.
Ata sollën lule të bardha. E vendosën në dhomë. Ata ndezën qirin. Ata mblodhen njerëz. Shtëpia ishte plot. Por askush nuk e preku gomarin. Ai qëndroi aty. U ndal. Në këmbë. Duke parë. Kur e vendosën trupin në arkivol, ai bëri 2 hapa prapa. Por sytë e tij nuk I shkëputeshin kur nga fytyra. Kur e mbyllën kapakun, ai hingëlliti përsëri. I ulët. I çmendur. Sikur të kërkonte të priste edhe pak. Gjatë rrugës për në varrim, ai e ndoqi. Ngadalë. Askush nuk e mbajti. Askush nuk kishte guximin. Ata u larguan. Ishte sikur të gjithë atje e kuptuan se ajo lamtu mirë. Ishte e tia. Kur mbërritëm atje, lulet ishin tashmë sipër arkivolit. Njerëz përreth me duart mbi fytyrat e tyre. Duke qarë butësisht. Prifti filloi të lutej. Vajza po qante me dënes. Por ishte kur gomari u afrua. Që gjithçka ndaloi. Ai e shtypi hundën pas arkivolit. Qëndroi kështu për disa sekonda. Pastaj, me përpjekje, ai ngriti putrat e përparme. U ngrit ngadalë. Derisa ta vendosni trupin sipër. I tërë. Sikur donte ta mbulonte me gjoksin e tij. Sikur të thoshte, tani unë të mbroj. Dhe aty qëndroi. Edhe me priftin që kërkon ta heqë. Edhe me 2 burra që përpiqeshin të tërhiqnin me litar. Edhe me njerëz që bërtasin. Ai nuk doli jashtë. Vetëm lotët I dilnin nga sytë. Po. Pik loti. Një lot I trash dhe I nxehtë që I rrifte poshtë leshit të suratit. Vetëm një. E cila ra pikërisht në qendër të kapakut të bardhë të arkivolit. Atëherë askush nuk mundi ta mbante më prapa. Vajza u rrëzua në 2 sheme. Prifti ndaloi së luturi. Qirinjt po dridheshin. Dhe heshtja ra përsëri. I rënd. Plot. I madh. Kur më në fund shkuan ta varrosnin. Gomari shkoi me ta. Ai u ndal në anë. Ai shikoi poshtë drejt lopatës së fundit të dheut. Pastaj, ngadalë, ai mori një lule të kuqe nga toka. Me gojen e tij. Dhe e vendosi pikërisht sipër grumbullit të freskët të tokës. Dhe qëndroi aty. Derisa të vijë nata. Derisa ylli I fundit të ndriçoi. Derisa era e përcolli emrin e saj përtej malit. Ai nuk bëri zhurmë. Ai as nuk iku me vrap. Thjesht qëndroi. Ishte si dikush që ruan një dashuri që nuk I përshtatet më botës.